Parashikimi i motit 17 mars 2025, rikthehen rreshjet e Dëborës. Këtë ton, orët e para të mëngjesit do të paraqiten në mbizotrimin e alternimeve të kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta në pjesën më të madhe të vendit, ku hera herës vranësira do të pasojnë zhvillim duke gjeneruar rreshje shiu në të gjithë territorin, më të dendura në zonat veriore dhe veri perëndimore. Ndërkohë, orët e pasdites dhe mbrëmjes do të sjellin dendësim të vranësirave si dhe shtim të intensitetit të rreshjeve. Rreshjet do të ketë në zonat e thella malore në lartësinë mbi 900 metër. Temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish të rënje të tyre, duke u luhatur nga 2 gradë Celsius vlera minimale shënuar në qytetin e Peshkopis deri në 19 gradë Celsius vlera maksimale, cila pritet në qytetin e Vlorës. Era do të fryë lehtë dhe mesatare për gjatë gjithë ditës, duke arritur shpejtësinë maksimale mbi 40 km/h nga drejtimi veri perëndimor. Përpasoj në brigjet detare do të krijohet dallgëzimi treball.